Biznesmeni italian Massimo Ferro humbi jetën pas një ndërhyrje për ngushtimin e stomakut të kryer në Trita Hospital në Tiranë, institucion privat që në dokumente rezulton në pronësi të Lindita Hoxhës. Klinika është përmendur vazhdimisht në denoncime publike për mungesë profesionalizmi, shkelje të protokolleve mjekësore, ngatrim analizash dhe dyshime për veprimtari financiare të parregullta. Ferro ndroi jetë më 22 dhjetor në qendrën spitalore universitare Nën Tereza, disa ditë pas operacionit të kryer për humbje peshe. Sipas familjarëve, ndërhyrja u realizua pa respektuar udhëzimet italiane dhe ndërkombëtare për kirurgjinë e obezitetit. Nuk u krye asnjë përgatitje dietike apo vlerësim multidisiplinar, ndërsa udhëzimi i vetëm para operacionit ishte të mos konsumonte ushqim një natë më parë. Prokuroria e Padovës ka regjistruar si të dyshuar kirurgun Andrea Formiggia dhe dietologen Alessandra Freda, të dy nga Lombardia. Formiggia rezulton të ketë lidhje profesionale me Lindita Hoxhën në Tiranë. Hetimet pritet të thellohen pas autopsisë së trupit të viktimës. Trita Hospital u themelua në vitin 2023 me kapital fillestar 100.000 lek, një shumë që nuk përputhet me vlerën reale të investimit, i cili arrin në miliona euro. Aktivitetet e mëparshme të Lindita Hoxhës në fushën e estetikës dhe shëndetësisë, sipas të dhënave financiare, nuk justifikojnë ndërtimin e një spitali të tillë. Familja e Massimo Ferros kërkon drejtësi dhe zbardhjen e plotë të shkaqeve të vdekjes së tij, duke theksuar se ende askush nuk ka dhënë një përgjigje të qartë se çfarë shkoi keq.